ka kalu Ramazani gati 2 muaj, kanë kalu netët e mira të muajit Ramazan. Allahu subhanahu xhalla xhelalu na sjell muajin Dhul-Hijja, ditët më të mira të dynjas. Po shikojmë që Allah azza wa jall betohet për këto net, për këto ditë mira të muajit Dhul-Hijja. Inshallah sot do flasim me lejen e Padrit Zot për 10 ditët e muajit Dhul-Hijja. Të mirat e këtyre 10 ditëve janë ditët që Allahu subhanahu xhalla xhelalu është betu. Janë ditët më të mira të dynjas, sa dietarët Ibn Qayyim al-Jauziyja thot 10 ditët e muajit Dhul-Hijja janë më të mira se ditët e muajit Ramazanit. Netët e muajit Ramazanit janë më të mira se netët e krejt vitit. Pra, këto janë net ose ditë faktikisht që Allahu subhanahu xhalla xhelalu është betu. Thot në Kur'anin Kerim, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin ashr. Allah azza wa jall thot betohet dhe thot pasha wal fajr, pasha kohën e mëngjesit, sabahut. Wa layalin ashr. Dhe Allahu subhanahu xhalla xhelalu betohet për këto 10 ditët e muajit Dhul-Hijja. Layalin ashr do thot 10 netët, dhe këtu e kanë komentuar dietarët pse 10 net, është përmend 10 net, sepse e përfshin edhe natën e Kurban Bayramit. Allah e din më së miri. Pra, Allahu subhanahu xhalla xhelalu, kur e kemi thënë, e kemi shpjeguar shpesh herë dhe e kemi përbosh me shpjegu që ti hedhësh një vështrim Kuranit Kerim, shikosh që Allah azza wa jall betohet në krijesat e tij xhalla xhelalu, që i takon vetëm Allahut azza wa jall betimin krijesa, siç e kemi përmend që betohemi ne për gjëra të tjera, betohemi për tokë, për bukë, për ujë, këto janë të ndaluara në Islam. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam thot men halafa bi ghayri Allah faqad ashrak, kush betohet jo për Allahun xhalla xhelalu i ka bërë ortak Allahut subhanahu xhalla xhelalu. Pra, Allahu subhanahu, ne kemi përbosh vetëm u betu, nëse jemi të detyruar me atë, të betohemi vetëm për Allahun subhanahu xhalla xhelalu. Allah azza wa jall kur betohet në Kur'anin Kerim për krijesat e caktuar që i ka kriju i Madhi Zot, betohet me na tregu ne vlerën, rëndësinë e asaj gjëje. Vlerën dhe rëndësinë e asaj gjëje. Prandaj po shikojmë që Allah azza wa jall betohet për këto net, për këto ditë mira të muajit Dhul-Hijja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, për mëshirës Allahu xhalla xhelalu, është që herë sezon mas sezone Allahu azza wa jall na sjell ditë dhe net mira që ne t'i shfrytëzojmë dhe ne të kemi inshallah bereqet, të kemi mirësi dhe të kemi shpërblim me lejen e Allahut azza wa jall. Po shikosh domethënë që ka kalu Ramazani gati 2 muaj, kanë kalu netët e mira të muajit Ramazan. Allahu subhanahu xhalla xhelalu na sjell muajin Dhul-Hijja, ditët më të mira të dynjas. Profeti alayhi salatu wasalam në hadithe që është hadithi sakt faktikisht, që ky hadith është në Sahih Buhari, thot profeti alayhi salatu wasalam ma min ayam al-amal salih fihin ahab ila Allah. Shihni tash, shikim atë mirën që është betu Allah azza wa jall për këto 10 ditët e muajit Dhul-Hijja. Këtu profeti alayhi salatu wasalam na tregon dhe thot këto janë ditët më të mira dhe më të dashura të Allahu kur bën vepra të mira, këto janë ditët më të mira. Domethënë, nëse ke ndërmend të bësh vepra të mira, mundohu të bësh sa më shumë, sepse janë ditët më të mira të Allahu subhanahu xhalla xhelalu këto ditë. Gjithashtu dietarët e kanë thënë pse janë veçu këto 10 ditët e muajit Dhul-Hijja. Për çfarë arsye? Pse Allahu subhanahu xhalla xhelalu pra është betu? Këtu ka atë hikmetin e vet, atë urtësinë e vet, se këto janë ditët që i përmbledhin krejt ibadetet kryesore në Islam. Domethënë, po të shikosh ibadetet kryesore në Islam përmbledhen në këto 10 ditë dhe net të muajit Dhul-Hijja. Duke e përfshirë namazin, duke e përfshirë agjërimin, duke e përfshirë sadakan, duke e përfshirë haxhin, duke e përfshirë umrën, duke e përfshirë kurbanin, domethënë krejt përmblidhen në këto krejt ibadetet pra kryesore, përmblidhen në këto 10 netët, 10 ditët e muajit të Dhul-Hijja.
Profeti alayhi salatu wasalam i ka agjeru këto 10 ditë të muajit Dhul-Hijja. Kush ka mundësi dhe kush don shpërblimin e Allahut subhanahu xhelle xhelalu, nuk janë farze, janë synete që i ka praktiku profeti alayhi salatu wasalam. Kush ka dëshirë dhe kush ka vullnet dhe kush ka shëndet, është mirë me agjeru që të marrë shpërblimin e Allahut azza wa xal. Ne e dim që ka hadithet profetit alayhi salatu wasalam që na tregon atë mirësinë kur njeriu agjeron një ditë për hir të Zotit, domethënë një ditë vullnetare, agjeron për hir të Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Shpërblimi dhënë dietarët është që Allah azza wa xal ja largon shtyrën e atij njerit 70.000 vjet prej zjarrit të xhenemit, Allahu e di më së miri. Pra, kush ka mundësi me agjeru është mirë me agjeru praktikën siç e ka vepruar profeti alayhi sallam. Nëse dikush nuk ka mundësi fizike, shëndetësore, të paktën ta agjerojë ditën e Arafatit. Ajo ditë që është edhe ditë e veçantë, është dita e Arafatit e veçantë për haxhit që janë në haxh dhe e veçantë edhe për ne që nuk jemi në Arafat. Pse e veçantë? E veçantë sepse për haxhit është e veçantë, sepse dita e Arafatit ajo është, si të themi ne, qershia mbi tort e haxhit. Pse them kështu? Sepse profeti alayhi salatu wasalam ka thënë el-hajjul arafa. Haxhi është Arafat. Domethënë, nëse haxhit nuk e kryjnë Arafatin, nuk qëndrojnë në Arafat nga mëngjesi deri në darkë ose një pjesë të kohës të goxha të mirë, në të paktën kanë thënë dietarët, një pjesë të kohës në Arafat, ajo është trish nga mëngjesi deri në akşam deri në darkë, mirë po ka të raste të veçanta që nuk duam të hym në ato çështje. Profeti alayhi sallam thotë haxhi është Arafat. Prandaj është e veçantë për haxhit Arafati. E veçantë edhe për ne, për çfarë arsye? Sepse profeti alayhi salatu wasalam ka thënë një hadith të saktë, që thot profeti alayhi salatu wasalam, agjerimi i ditës Arafatit ehtesib ila Allah, domethënë e llogaris, e bëj llogari inshallah te Allah azza wa xal, që i madhi Zot i fali gjunahet e vitit të kaluar dhe gjunahet e vitit të ardhshëm. Allahu e di më së miri. Domethënë, shihni çka përgëzimi ke dhe çka shpërblimi ke, përgëzim që na ka përgëzuar pra profeti alayhi salatu wasalam në ditën e Arafatit, plus edhe shikoni shpërblimin, pra shpërblimi është që i merr 2 vite amnisti prej gjunaheve dhe secila prej nesh ka nevojë që Allahu subhanahu xhelle xhelalu të na fali. Pra, këto ditët e mira të Dhul-Hijjes, muajit haxh, janë ditët më të mira të dynjas, janë ditët që kanë ditën e Arafatit, siç e përmenda, dhe dita e Arafatit është e veçantë edhe për diçka tjetër, sepse sipas disa transmetimeve Allahu subhanahu xhelle xhelalu zbret në qiellin e parë. Se si zbret, çysh zbret, ajo nuk është puna jon, ajo çka ne besojmë është atë që s'na ka lajmëruar profeti alayhi salatu wasalam dhe duhet ta besojmë dhe nuk ka nevojë këtu për pyetje qysh tek, ajo është i takon Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Ajo që na duhet ne është që e besojmë atë që na ka lajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu subhanahu xhelle xhelalu zbret ditën e Arafatit në qiellin e parë të dietarët, sipas argumenteve, dhe i krenohet me laçeve. Allah azza wa jall i thot me laqeve, shikoni robët e mi kanë ardhur nga gjithë dynjaja dhe i lutem pra Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Arafati ka dhe një simbolik tjetër, motrat e mia, që Arafati ne na kujton ditën e mahsherit. Arafati ne na kujton ditën e tubimit të Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Për gjithë ato që kanë përjetuar Arafatin dhe kanë bërë haxhin, dhe për gjithë ato që se kanë përjetuar, inshallah Zoti ja mundsof sa më shpejt. Po të shikosh për shembull trish në Arafat, do shikosh njerëz nga gjithë dynjaja. Mirë, po ti nuk e din se çka profesioni kanë ato njerëz. Dikush është profesor, dikush është doktor, dikush tjetër, domethënë kanë profesione të ndryshme. Mirë, po aty në Arafat krejt janë të barabartë. Në Arafat janë krejt të barabartë, nuk shikohet, nuk dallohet se kush është profesori, kush është doktori, po krejt janë të barabartë, krejt me të njëjtën veshje, flas për gjininë mashkullore, dhe kjo na kujton diçka që atë ditë kur i dalin të madhit Zot xhelle xhelalu përpara. Ditën e mahsherit. Pra dita e Arafatit na kujton ditën e gjykimit, ditën kur do i dalim Allahut subhanahu xhelle xhelalu përpara. Dita e Arafatit është na kujton edhe atë se si janë njerëzit në Islam. Njerëzit në Islam janë të gjithë barabartë. Allahu subhanahu xhelle xhelalu i ka veçuar, i ka dalluar njerëzit në diçka.
inna akramakum inda Allahi atqakum. Njeri më i nderuar, më i lartësuar te Allahu subhanahu xhalla xhelalu është ai i cili është i devotshëm, ai i cili e ka frikë Allahun subhanahu xhalla xhelalu. Prandaj motrat e mia, këto janë ditët e bukura, ditët e mira, ditët që na ka përgëzuar pra profeti alayhi salatu wassalam, dhe ditët që është mirë të bëjmë sa më shumë dhikr. Të bëjmë sa më shumë dhikr. Allahu subhanahu xhalla xhelalu e përmend këtë fakt në Kur'anin Kerim kur thotë وَلْيَذْكُرُوا fi ayamin ma'dudat. Dhe përmendini Allahun subhanahu xhalla xhelalu fi ayam ma'dudat, në ditë të caktuara. Ditë të caktuara këtu e kanë bërë tefsir, koment dietarët, flitet për ditët e muajit Dhul-Hijja. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam na ka këshilluar, ka thënë tahlil, thoni sa më shumë la ilaha illallah, thoni sa më shumë Allahu akbar, thoni sa më shumë alhamdulillah. Sahabët në kohën e profetit alayhi salatu wasalam, kur hynin këto ditët e muajit Dhul-Hijja, gumzhinin, sahabët çka bënin, gumzhonte rrugët e Medinës. Rrugët e Medinës, pazarin në Medinë, vendin Medinë, gumzhinte prej zërit, prej dhikrit, prej tekbirave që bënin njerëzit në kohën e profetit alayhi salatu wasalam. Kështu që kur hyn këto ditë të muajit Dhul-Hijja, mos të ndalemi duke përmend Allahun subhanahu xhalla xhelalu. Kështu ne inshallah besoj se secila prej nesh mundohet bëj dhikr çdo ditë, ama sidomos këto 10 ditët e muajit Dhul-Hijja ta kujtojmë, ta përmendim Allahun azza wa jalla edhe më shumë, sepse i madhi Zot pra e ka theksu, Allah azza wa jalla e ka treguar në ajetin kuranor, wal yadhkurullaha fi ayamin ma'dudat, dhe përmendeni Allahun subhanahu xhalla xhelalu në ditën e saktuara, pra ditën e muajit Dhul-Hijja. E veçanta tjetër e këtyre 10 ditëve është edhe që pritet dhe ne e bëjmë njetin faktikisht për prerjen e kurbanit. Për prerjen e kurbanit. Është një hadith i profetit alayhi salatu wasallam, e transmeton Muslim, që thot profeti alayhi salatu wasallam kur të hyjnë këto ditët e muajit Dhul-Hijja, njeriu nuk duhet i presi thojt, nëse e bën një tli me pre kurban, nuk i pret thojt, është synet, ai që i pret nuk po them se nuk pranohet kurbanit, mirë, është synet. Është synet për profetin alayhi salatu wasalam, tradit për profetin alayhi salatu wasalam, që është mirë mos me i pre thojt dhe pjesët tjera të trupit, domethënë qimet e trupit, duke ngjasuar me haxhit. Këtu flitet tani çështja është a përkrit antarët e familjes apo për shembull ai që e pret kurbanin. Këtu dietarët kanë thënë për atë që e pret kurbanin. Domethënë, nëse babai e pret kurbanin, ngret e pret kurbanin, ai nuk i pret thojt, dhe ato domethënë rregullat tjera siç i përmendëm. Antarët e tjerë të familjes nuk është problem, e lejon Allahu azza wa jall, bazë të mendimeve të dietarëve. Mirë, por këtu duhet të sqaroj edhe diçka tjetër, se njerëzit edhe kanë keq kuptuar këtë çështje e kurbanit pakës. Nëse babai e pret kurbanin, kryetari i familjes e pret kurbanin, nuk do thotë ai kurban është vetëm për atë shpërblimin e ka vetëm ai dhe të tjerët antarët e familjes nuk kanë shpërblim. Jo, kjo nuk është e vërtetë dhe nuk ka bazë në Islam, sepse njerëzit zakonisht edhe po i keq kuptojnë, ndoshta edhe hoxhallarët, edhe ligjëruesit e ndryshëm, nuk do të thotë që secili antar i familjes presi kurban. Një kurban mjafton për krejt familjen. Domethënë, një dash ose një dele mjafton për krejt antarët e familjes. Nuk ka rëndësi se sa është e familjes, se sa antarësh është e familje. Mund të jetë ke familje 5 antar, ke familje 4 antar, ke familje 10 antar. Një dele, një dash mjafton për komplet për krejt familjen. Pra, sepse e kanë keq kuptuar, ka njerëz që sot e bëjnë pyetje, na bëjnë zakonisht që a krejt secili edhe burri edhe gruaja edhe fëmia krejt duhet presin kurban ja. Allah azza wa jall nuk e ka vështirësuar këtë din. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah azza wa jall nuk obligon, kërkon për te mundësive, dhe ky fe nuk është e vështirë, por ne e kemi vështirësuar vetë tonë. Do të thonë që një kurban, një dele për krejt familjen. Thjesht e sqarova këtë çështje sepse akoma ka njerëz që bëjnë pyetje të tilla dhe kanë dilema që a një apo për krejt antarët e familjes së cilit presi kurban. Një pra edhe njëherë përsëris një kurban për krejt antarët e familjes. Pse presim kurban? Fasalli li rabbika wanhar. Allahu subhanahu jalla jalalu i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an dhe i thot falu dhe prit kurban
për hir të Allahut, prit pra kurban për hir të Allahut subhanahu xhalla xhelalu. Me njerë kur na shkon mendja te kurbani, me njerë na çon mendjen e diçka tjetër. Sakrificën që ka bë Ibrahimi alayhi salam, profeti Ibrahim alayhi salam, atë sakrificë që Allahu subhanahu xhalla xhelalu e përmend Kur'anin Kerim. Historia është e përmend në Kur'anin Kerim, kushdo t'i kthehet dhe besoj se secila për jush e din. Është histori që Allahu subhanahu xhalla xhelalu thot kur Ibrahimi alayhi salam ka pa në ëndër djalin e vet Ismailin alayhi salam dhe ka thënë ja bunay inni ara fi manam anni athbahuk. Pra Ibrahimi alayhi salam i drejtohet djalit vet, i drejtohet Ismailit alayhi salam dhe i thot o bir un kam pa në ëndër që jam duke të therr, jam duke të pren. Dhe duhet dim diçka që shpallja profetëve ka ardhur në shumë mënyra, një prej atyre mënyrave edhe në ëndër. Dhe ëndrrën që i ka pa Ibrahimi alayhi salam ka qenë hak dhe duhet të realizohet atë që ka pa Ibrahimi alayhi salam, pra ka pa në ëndër që ta presi djalin e vet. Ibrahimi alayhi salam kur i thot djalit vet, unë kam pa në ëndër se jam duke të pre, na shkon në mend subhanallahu çka përgjigje i ka dhënë djali vet Ismaili alayhi salam. Flitet për një djalosh të ri, të vogël, ama shikoni përgjigjen e Ismailit alayhi salam. Kjo përgjigje e Ismailit alayhi salam na tregon diçka çka tërbije, çka edukate i ka dhënë Ibrahimi alayhi salam djalit vet, se si e ka edukuar djalin e vet. Ismaili alayhi salam nuk ka hezituar në përgjigje, Ismaili alayhi salam nuk ka refuzuar dhe Ismaili alayhi salam i ka thënë këto fjalë që janë përmend në Kur'anin e Kerim. Ja abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Dy fjalë që kanë peshë madhe. Dy fjalë të këtij fëmije, do të thonë dialog midis babës edhe fëmisë. Baba i kërkon diçka fëmisë, nuk është diçka e lehtë. Ta ve thikën o bir, unë kam pa në ëndër me të therr. Subhanallah, motrat e mia, shikojmë në këtë kohë që jemi tu jetu, ja plotëson krejt kushtet fëmijës tënd, mundohesh për fëmin tënd dhe ke për atyre fëmijëve Zoti na rujt që ja kthen shumë keq nanës edhe babës. Krejt kushtet ja bën. Je mundu, je raskelpit për ato fëmijë dhe ma në fund ai fëmijë nuk ka dy fjalë të mira t'ja thot prindit vet. Ma në fund ai fëmijë nuk ka një fjalë të ëmbël t'ja thot babës edhe nanës vet. Ma në fund ai fëmijë jo vetëm një fjalë të ëmbël, por ke për atyre fëmijëve që ngrin dorë mbi nanën edhe mbi babën. Që ato prind janë lodh, janë raskapit. Ato prind jetën e vet ja kanë kushtuar fëmijëve dhe ma në fund fëmia t'ja kthej prindit në formë ma brutale, që ka rastet atilla që i kanë nxjerr në rrugë, ka rastet atilla që i kanë lënë pa bukë, ka rastet atilla që i kanë gjakos, po është turp, flas këtë muslimanët, është turp të ne. Baba dhe nana detyrohen të shkojnë në polici, denoncojnë fëmijën e vet për dhunë. Kjo është turp për Allahut subhanahu xhalla xhelalu kur ai fëmijë ngren dorën mbi prindin e vet. Po, zaten ashtu si ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, fe in lam tastahi fa fa'al ma shi'ta. Nëse s'ke turp, bëj çka dush. Vallahi njeriu i cili s'ka turp, vërtet bën ka çka doj. Ja ka loka dhe shtazës, Zoti na rujt. Pra, po të shikosh një krahasim kësaj historie, që shifni përgjigjen e Ismailit alayhi salam babës vet. Shifni se si ka reaguar ky fëmijë, ky djalosh ka qenë tepër i ri. Ka thënë ja abeti. Dhe shikoni mënyrën, subhanallahu, prej mrekullisë së Kuranit është edhe mrekullia gjuhësore. Shifni subhanallahu se si e ka thirr babën e vet. Se si ka fol babës vet. Po edhe baba dhe Ibrahimi alayhi salam ka thënë ja bunaj në gjuhën më përgdhelëse për fëmijën. Dhe ja ka kthy në njëjtën mënyrë ja ka kthy Ismaili alayhi salam. Ja abeti, o babushim, if'al ma tu'mar. E ka ditë që është profet baba vet. Ka thënë, o baba im, bëj atë që ka i urdhëruar ti.
Pa hezitim, nuk ka thënë pse do më presësh, po çka, jo, subhanallah, kjo na duhet ne sot. Kur Allah Azza wa Jall urdhnon diçka, seman wa ta'an, dëgjova dhe veprova. Këtë duhet bëjmë muslimani sot. Ne jemi shumë larg ke veprimet, Zoti na rujt, Zoti na falt. Dhe i thotë Ismaili alayhi salam, i fal ma tu'mar, o babushim, bëj atë çka Zoti të ka urdhëruar. Se të gjiduni, insha Allah minas sabirin. Kemë më gjetë mua bab, prej duri, insha Allah, ka përdor fjallën, insha Allah me lejen e Zotit, nëse donë Zotit, kemë më gjetë mua prej durimtarve. Subhanallah. A dini pse ka thënë insha Allah? Sepse momenti, ka paramendu momenti që të më vesh thikën në fyt. Nëse donë Zotit, unë do bëj sabër. Insha Allah, është fjallë e madhe. Inshallah duhet përdoret për hak, jo për gënjeshtra. Problemi muslimanët sot, kur duan ta rrejnë dikën, kur duan ta largojnë dikën, Zoti më falt, kur duan t'i shmanget një përgjegjësie dhe ta heqin qafet dikën, i thot inshallah. A do më krysh një punë, inshallah ai thot inshallah me niyetin që mos ta kryej atë punë. Zoti na rujt, Zoti na fal. Inshallah është fjalë e madhe. ولا تقل لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Thot Allahu subhanahu jalla jalalu në Kur'anin Kerim, dhe mos thuj diçka që unë nesër do ta bëj, po thuj inshallah nesër kam e bë. Sepse nuk e di, a do jem gjallë as do jem gjallë, a do kem mundësi as do kem mundësi. Pra inshallah përdoret, i mbështetesh Allahut dhe kërkon ndihmën e Allahut dhe me lejen e Allahut nëse Zoti do ma mundsoj, do ta kryj veprën, do ta maj premtimin, Allahu e di më së miri. Pra, mos largohem tepër nga tema. Ismaili alayhi salam i thot babas vet, kemë më gjet mu inshallah minas sabirin, prej durimtarëve. Kur vjen ai moment dhe haxhit dhe ato që shkojnë umre, e shikojnë vendin, është vendin Mekke, e shikojnë vendin, ka një shenjë si kodrinash, e shikojnë atë vendin ku ka desh Ibrahimi alayhis salam ta theri djalin e vet Ismailin alayhis salam. Momenti që ka desh me therr, Allahu subhanahu jalla jalal, këtu ka tash mendime të ndryshme, thuhet që Allah azza wa jalla ka bëjë që thika mos presja, ajo që është përmend në Kur'an, Allahu subhanahu jalla jalalu ka thirr dhe ka thënë ej ja Ibrahim alayhis salam, o Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, e çove në vend urdhrin. Dhe Allahu subhanahu jalla jalalu aty thuhet që ka dërgu dash dhe ka bë kurban dashin, sakrificë, prandaj edhe ne bëjmë kurban, sakrificë për hir të Allahut subhanahu wa taala, për hir të Allahut subhanahu azza wa jall. Pra, kurbani nuk është thjesht një është ibadet dhe nuk është thjesht një simbolik, por sakrificë dhe tregon devotshmërinë e njeriut karshi Allahut subhanahu jalla jalalu. Allah azza jall kërkon niyetin të ne, se fundja mishin ju këta hani, mishin ne hajmë, frigoriferët tonë mushën, ajo që ka kërkon Allahu subhanahu jalla jalalu kërkon pra prej nesh njëtin. Pra, motrat e mia, t'i shfrytëzojmë këto 10 ditët e muajit Dhul Hijja, t'i shfrytëzojmë me namaz, t'i shfrytëzojmë me agjerim, nëse kemi mundësi të paktën muajin, të paktën ditën e Arafatit të agjerojmë, nëse ka dikush shëndet edhe mundësi të agjerojë 10 ditët e muajit Dhul Hijja, lexim Kurani, dhikr, mos e hiqni dhikrin nga goja, ta lartësoni, ta madhroni Allahun subhanahu jalla jalalu, duke dhënë gjithashtu edhe sadaka, duke bërë dhe namazë nafile, duke bërë dhe vepra të mira, sa të mundesh, sepse pra siç e thash në hadithin e Profetit alayhis salam, ka thënë ditët më të mira janë këto ditë dhe ditët më të dashme janë ditët e muajit Dhul Hijja dhe punët më të mira në këtë ditë i don Allahu subhanahu jalla jalalu. Zoti na mundsof bëjmë punë të mira, punë të hajrit. Inshallah Allahu subhanahu jalla jalalu na fal gjunahet, inshallah qoftë dita e Arafatit falje gjunahesh për secilën prej nesh, për gjithë muslimanët, kudo që janë. Wallahu ta'ala alam. Subhanallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu shpërbleft.